Kush dëshiron furnizim apo risk, let kapet pas 4 shkaqeve. E para është namazi. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa." Urdhëro familjen tënde të fal namaz dhe bëj durueshëm në të. Ne nuk të kërkojmë furnizim, ne të furnizojmë ty dhe fundi i mirë është për të devotshëm. Pra, kushti i parë është namaz, i dyti është istighfari për kërkim falje. Thot Allahu Azza wa Jall: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Unë thash kërkoni faljen nga Zoti juaj, vërtet ai është shumë falës. Ai do t'ju dërgojë shi të bollshëm dhe do t'ju shtojë me pasuri dhe fëmijë. Do t'ju bëj kopshte dhe do t'ju bëj lumej. E treta është sadakaja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasuria nuk paksohet me sadakaja. Përkundrazi ajo shtohet. Dhe e tretë dhe e katërta thot Allahu Azza wa Jall është mbështetja apo tevakuli. Thot Allahu Azza wa Jall, mjafton Allahu për ne. Allahu do të na jap nga mirësitë e Tija dhe i dërguari i Tij. Ne vetëm tek Allahu jemi të përkushtuar.